Allahu subhanahu wa taala ju jep garanci atyre të cilët kanë besu, ose garanci siguri në ditën e Kiametit, kanë me pas vetëm ata të cilët kanë besu, walam yalbisu imanahum bi dhulm, edhe nuk e kanë përzi imanin e tyre me shirk. Por te kur flasmi shpesh për veprat të cilat e arrin shkallën e kufrit, kurse disa nga menje lehtësia ose disa nga interesat të tjera, ose të frikës, ose të joshjes, ose të pozitave, u thojnë muslimanëve për disa vepra të cilat janë shirk, i thojnë bëni ato ose janë të mira, madje janë obligime, pallavra tjera. Duhet me pas kujdes se nëse bën qasi veprat e mira s'pranohen te Allahu më kur gjë hiç, për shkak se në vetë ki shirk, në vetë ki kufër. Dhe kushdo që tregohet i pa kujdesshëm, nuk i analizon çështjet mirë, nuk i shter argumente të mirë për veprimet e veta që i bën, nuk ka arsye te Allahu subhanahu wa taala se më ka thonë ajo, se më ka thonë ky. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala na ka thënë librin, edhe na ka thënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thënë njerëzit të cilët e shpjegojnë fen drejt dhe të tillë ka me pas deri në ditën e Kiametit, na ka dhënë neve logjiken me i peshu, me i nda argumentet edhe fuqinë për me gjykuar drejt, nëse dëshirojmë me gjykuar drejt, atëherë me përzihet qoftë me një çështje të dyshim të veç, me qit veprat e tua në humbje, vetëm nëse është e dyshimt. Do të thonë, kur kush që e bën kufrin e shirkun, nuk është ketë i sigurt se s'ka problem, se i ka shkuar në vesh, se që kjo është ndaluar, që kjo është ndrym i fjalës së Allahut me fjalët e njerëzve, kjo është ashtu, kjo i ka shkuar në vesh. Edhe nëse nuk i jep rëndësi, atëre i humb veprat e veta, për shkak se Allahu subhanahu wa taala nuk i pranon veprat përderisa një person vetën e vet ka shirk ose kufër ose ka një fakt të madh. Pastaj çështja logjike. Kur ju duan pabesimtarve kontributet e muslimanëve, ja vlypin kontributet e muslimanëve, a i ta lyp një herë, në 4 vjetë ty kontributin, ti bën ibadet gjithë ditën, deri në vitet e ardhshme, edhe kur të vish në vitet e ardhshme edhe një herë, e vërteton me një shërbim të her pas hershëm, me i hub veprat e përditshme, adhurimet, ibadetin ndaj Allahut subhanahu wa taala, çka është dobia, fitimi, ku është arsyeja, ku është logjika, për shka me i humb veprat e tona të mira, për shka me bëhet çështjen tonë të humbur, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, thot Allahu subhanahu wa taala, doni t'ju shpjegoj, t'ju lajmëroj për njerëzit të cilët janë më vepërhumburit, alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya, ata janë që veprat e veta të mira qysh në këtë dynjë ja ka shkatru Allahu subhanahu wa taala, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ata janë të menuar se janë të bë mirë. Wallahi si të bë mirë kur gjëheq. As nuk vlen namazi, as nuk vlen agjërimi, as nuk vlen sadakaja, as nuk vlen asnjë gjë hiç nëse e përzin fen me kufër, nëse e përzin fen me shirk, nëse e përzin fen me nifakun e madh, asnjë prej tyre nuk vyn. Ato janë veç lodhje, nuk ka kur gjë dobite Allahu subhanahu wa ta'ala.